Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sadaqallahul azim. وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Të dashur vëllezër dhe motra që po na ndiqni përmes këtij ekrani. Së pari falënderimet tona i takojnë madhrisë Allahut Dhul Xhelal. Salatet, selamet qofshin për shpirtin e Muhammedit sallallahu ta'ala alaihi wasallamin. Lutjet dhe doat tona te Allahu Dhul Xhelal janë që madhnia e tij të na ban af dhe magfiret, të na ruajë nga gjithat këshijat e kësaj dunjaje, dhe është Allahu të na begatoje me të mirat e veta, dhe është Zoti që agjerimin të cilin e majmë inshallah Zoti kabul e bën dhe na i pranon të gjitha doat të cilët i bëjmë, Allahu inshallah gjitha na i pranon për hir dhe nder të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur, pra sot do të trajtojmë një temë e cila është, nëse him në detale, është temë e gjanë dhe e gatë. Do të mundohemi shkurtimisht me pika të shkurta të flasim për vëllazërinë në Islam, atë për të cilën ka thënë Zoti në Kur'an: Innamal mu'minuna ikhwa. Besimtarët, muslimanët, pjesëtarët e fesë islame janë vëllezër mes veti, dhe vëllazëri më e mirë se kjo nuk ka, sepse ne kemi vëllezër dhe motra, kemi të cilët i kemi prej babe dhe prej nane, vëllezërit i kemi prej babe dhe prej nane që ata na i kanë zgjedhën, ne nuk i kemi zgjedhë atë. Mirë po, vëllazëria, vëllezërit të cilët i kemi në Islam, ata na i ka zgjedhë Zoti, duke thënë në Kur'anin e Kerim: Innamal mu'minuna ikhwa. Besimtarët, muslimanët, pjesëtarët e kësaj feje janë vëllezër. Pikërisht në këtë pikë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë kontributin e madh dhe na ka mësuar neve si të jemi vëllezër. Nga fillimi që filloi Islami, nga fillimi që filloi ajeti i parë në Kur'an: Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, lexo në emër të Allahut i cili ju krijoi. Prej këto filloi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të bëjë një lidhje mes besimtarëve, të lidhen mes veti në këtë parim, i cili të gjithë muslimanët janë vëllezër të dashur. Në këtë pikë, nëse ndalemi pak më gjanë, e shohim se Zoti jo rastësisht ka thënë besimtarët janë vëllezër. Shkaku se do të jemi mes veti, do të kemi dashurinë mes veti. Nuk do ta presim pasi të na vdesën ndonjë nga vëllezërit tonë, ndonjë nga muslimanët, nga besimtarët, ta kajmë. Masi të vdese, të qesmi lot. Masi të vdesme, të vdese, të mërzitemi. Masi ta vorrosmi, që bëjmë dertën e që bëjmë hallin. Mirë po, kur jemi në këtë temë, në këtë pikë, na mëson Allahu dhe profeti i tij, vula e pejgamberis Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, na mëson që sa jemi gjallë duhemi mes veti. Sa jemi gjallë, nëse kemi nevojë me kajtan para një vllavit, shkojmë dhe ja kajmë dertin. Nëse kemi një rëndësi, shkojmë dhe atij i tregojmë. Nëse kemi nevojë për diçka, shkojmë te ai kërkojmë. Sa jemi gjallë, ruhamau bejnahum, të afër, të dashur, të lidhur mes veti besimtarët, sikur që i mësoi Muhamedi alayhi salatu wasalam sahabët, sikur që i mësoi shokët e vet. Çka bani lidhjen të cilën e bani Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hijrat mes ensarve dhe mes muhaxhirëve, i vllaznoi ata, dhe kjo do të jetë shembull për neve. I vllaznoi ata të cilët ishin me keli dhe ata të cilët i mikpritën
Mekkelit, Medinelit, të cilët ishin ensarët, i vllaznojnë mes veti, dhe a ka vëllezëri më të mirë se kjo? Se në islam nuk ka pasha Allahun dhul xhelal. Ndonjëherë mundemi unë dhe ti mos të pajtohemi me hoxhën, me filanin, te me diken nuk pajtohesh, mirë po vëllezër, në nuk pajtohemi ndoshta me 1 pikë apo 2 pika, mirë po në ata kryesorët, në 100 pika tjera pajtohemi, sepse jemi besimtarë, drejtohemi nga një kible, e kemi një Zot, e kemi një pejgamber, e kemi një Kur'an dhe e kemi një hadith të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo neve na afron, na pajton mes veti. E mund të kemi dallime, mirë po ata dallime asnjëherë nuk do të jetë pengesë për vëllezërinë tonë që e kemi, sepse ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nuk e ka imanin e plot një besimtar i cili nuk ja do të mirën vllahut të vet, i cili është i fesë islame, atë që ja do vetvetes. Nga kjo, vëllezër, e dim se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me shokët e vet, me sahabët, mjelli dashuri, e forcoi e mjelli vëllezërinë dhe e forcoi vëllezërinë islame. Duke ju thanën, po vjen Bilali radiallahu ta'ala anhu. Bilali ishte prej larg, Bilali dalloi me shumë çka prej Mekkelive dhe prej ensarve të Medinës. Mirë po, kur ardh Bilali, çka tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Ishte ul me Ebu Bekrin dhe sahabët të cilën ishin shokët e tij ul me atë afër Muhamedit alayhis salam. Çka tha? Ifsahu li Bilal. Ja Ebu Bekr, shloja pak ullën, shloja pak vendin Bilalit. Let vene këto let ullet. Mirë po, Bilal Habeshiu radiallahu ta'ala anhu, muezinit të Muhamedit alayhis salam, i ardh marrë dhe u turpru dhe i ardhran me dalë në krije dhomës afër Muhamedit alayhis salam dhe afër Ebu Bekrit. Mirë po, Rasulullah për me kallëzu vllaznillëkin dhe për me kallëzu dashurinë ndaj vëllezërve të vet, tha ullu ja Bilal. Tha ja Bilal radiallahu ta'ala anhu, kanë ndëgju o burr nallët e tua në xhennet. I kanë ndëgju të hecmët e tua në xhennet. Subhanallah. Nuk ka më e mirë se kjo. Vllau i tregon vllaut të vet. Ai cili mjell dashuri. Ai cili mjelli dashurinë me Muadh ibn Jabelin radiallahu ta'ala anhu, i cili ishte përfaqësuesi fesë, përfaqësuesi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i Kur'anit Kerimit, përcjell ke Kur'an, ishte një lloj ambasadori në Yemen, e përcjellte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam deri në fund të Medinës. Dhe në fund të Medinës çka i thonte Muadhit radiallahu ta'ala anhu? Ja Muadh, du, uhibbuke ja Muadh. Prizat Zotit du. Ja Muadh, du shumë, mos më harro. Subhanallah. Kështu e lidhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i vllaznillëk. Kështu u lidh, i lidhi sahabët mes vetë, i lidhi me veten sahabët. Dhe ata kishin atë vllaznillëkin, kishin lidhin mes veti. Para te Muhamedi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka porosit që ta rujmë këtë vllaznillëk mes veti. Nëse di veta vëllezër, doner shumë jemi shlu pas kësaj dunjaje, po e harrojmë se një ditë kemi me vdekën, kemi me dalë për kësaj dunjaje, edhe po i dhnomi, po na mbet hatri, doner për kur gjon hiq jalom fajnë vëllavët tonë, por shka thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Iltemis li akhuka 70 udhran, o vëllai i dashur, o musliman, mundohu t'ja gjesh vëllahut tan 70 arsye. Nëse e ke pa rrugës, nuk të ka dhënë selam, gjeja 70 arsye, pastaj akuzoje. Thuj, çfarë arsye me i gjet? Thuj, mos u idhno me një herë, po thuj, ndoshta ka ndonjë dert ke vëllai jam që s'pam fol. Ndoshta ka ndonjë mërzi ke vëlla, ndoshta ka ndonjë gajle, ndoshta ka ndonjë borxh, ndoshta ka diçka 70 arsye kur ti gjesh, atëherë mundet, atëherë le të mbese hatri. Por jashtë këtyre arsyeve, por vallahi billahi tallahi, nuk ka pse me të met hatri, sepse jemi vëllezër mes veti.
ne këshillohemi mes veti, ne mësohemi mes veti. Nuk ka vëllazëri më të mirë se sa vëllazëria e cila është e xhamisë, vëllazëria e Kur'anit, vëllazëria e sunnetit të Muhamedit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Sikur që këtë shembull kryesor e kemi Muhamedin alaihi salatu wasallam, ai i cili na mësoi, subhanallah, që i dojke shokët e vet dhe e pat lidhën vëllaznillëkin me shokët e vet, edhe në mesvetje dhe ai me ata në raport. Kur Sadi me një luftë prej luftave u plagos dhe po i thojnë Muhammed Mustafas, ja Rasulallah, Sadi u ka plagos. Shkoi Muhamedi alayhi salam dhe e kapi për shpatullët e veta Sadin dhe i dilke gjak Sadit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u mërzit dhe e përqafoi Sadin. Mirë po kur e përqafoi e pa se gjaki po i dolën lotët Muhamedit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Dhe u mërzit për ken, u mërzit për Sadin. U mërzit për Sadin. Dhe çka tha? Tha, o Sad, mos u mërzit se Allah i është razin ti. Mos u mërzit se Zoti është pajtuar me ti. Ti dhe gjithë ata të cilët kanë dhënë shpirtin për këtë fe, kanë dhënë shpirtin për këtë vëllazënillëk, për këtë vëllazëri e cila kemi nis një davet, kemi nis një rrugë, e cila rrugë nuk ka fund. Allahu ka me çpërblir ti dhe gjithë këta vëllezër të cilët janë të vllaznum në fen islame me atë që ka thënë Muhamedi, Allahu dhul xhelal, pra i ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, innamal mu'minuna ikhwa. Ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam, besimtarët janë vëllezër, fa aslihu, pajtonin mes veti, afroni ata mes veti, lidhni muslimanët, bëni një vëlla për izat Zotit, bëni një vëlla në xhami, bëni një vëlla në mekteb, bëni një vëlla në umre, bëni një vëlla në haxh, sepse këta vëllezër edhe në këtë dunjë të ndihmojnë, po edhe në atë dunjë kërkojnë prej Allahut që të falet ti. Subhanallah, në përfund e ceki një ajet prej ajeteve kuranore, ku thot Zoti në Kur'an, yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idhin sha'nun yughni. Dita e gjykimit, dita kur do të dalmi para Zotit, të gjithë do të hikin prej njëri tjetrit. Hik vllau prej vllaut të vet, hik gjali prej babës së vet, hik baba prej gjalit, prej nanës, gjithë hikin, vetëm Allahu nuk e përmendan shok, vllau prej vllaut, shoku prej shokut. Vllavi në Islam nuk hik, sepse ai do të kërkojë prej Zotit, nëse janë të barabartë me mëkate, do të thojë, ja Rab, njëni bile pineve dive le të hijën në xhennet, po ja jap gjitha sevapët e mia, le të hijaj në xhennet. E Allahu do t'i vese, e për çka po e don ti këtë vëlla, që si kije as pi babe as prej nane, do të po i thoj ka, o robi Allahut, o Zot, e kam deshtën për Allah, për ti, për rizan tane jemi lidhën fi se bilillah në dunja, jemi lidhën fi se bilillah në xhami, dhe për atë po të kërkoj ta falç atë ta fuq në xhennet, e une tek e funit dënom ja Rab. Allahu dhëgjal po i thejka, për mu je lidhëna? Po ja Rab, ju pa qa falën të dive, Zoti inshallah gjithve në falë. Allahu inshallah duat në i pranoft. Zoti inshallah i shtoft vëllezërit musliman, i shtoft ata të cilët lidhen me një bisedë, me një dashuri vetëm për Allah. Lidhen mes veti, sikur që u lidhen sahabët, sikur që u lidhen tabiinët, të lidhemi edhe në mes veti, të kemi një dashuri mes veti, hoxhallarët mes veti, mos ken fitnë mes veti, xhamati mos ket fitnë mes veti, askush mos ket fitnë mes veti, edhe gjithkujt të i gjejmë nga një arsye. Nëse na duket që e ka tepruar, të gjejmë arsye, më së paku që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, 70 arsye, dhe pastaj kemi të drejtë me na met hatri, po bile më së paku me ja përmend me i thanan nuk bane mirë. Zoti inshallah pra edhe njëherë na bekoft,
Zoti inshallah shtoft bereqetin te ne dhe të gjithë ummeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Zoti gjitha ibadetet të cilët i bëjmë inshallah na i pranon. Duat inshallah Zoti poshtë nuk na i çon ya Rab. Dhe Allahu për hir dhe nder të agjërimit, për hir dhe nder të këtyre ditëve që po i jetojmë. Zoti të shlojë bereqet, të shlojë rahmet dhe të na takojë me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam në xhennet ya Rabbel alamin. Të na takojë me gjithë pejgamberët e Allahut dhul xhal dhe na i mundsoft majën e xhennetit. Velhamdulillahi Rabbil alamin.